Ju keqen të ta mira. Sot do t'ju lexoj I prall për kalamajt me qenë se jam në Ministri e Arsimit në arsimi është e ardhme këtij veni. Pralla quhet 3 dërkosët dhe I kamataja. Është prall I re domethënë që bazohet I çike prallat e ndërsenit për nejse. Atëherë, ishin 3 vëllezër dërkoca. Këto të 3 kishin probleme me pronat. Edhe plaka vet I tha këtyne, diç keni ju zaga e rryp tok. Edhe se cilit I tha boni shpinë juj, se cili që mos keni nesër mos nesër, që dini në përgjyqe, në përgjona edhe kështu. Edhe dërkucat kështu ban, se cili mori atë 2 lym që I takote dhe fillon me ba shtëpiat e tyne. I pari e bani prej kashte, një shtëpi të vogël modeste. I dyti e bani prej druni, një shtëpi çik pak më të luksoze, kurse I treti e bani prej llaçit tullash gjona me semel 2 kace. Edhe këto fillon të jetoshin jetë të tyne shtëpiat për kace. Do t'i I ditët bukur, vjen njani një mjekrash, ishte ka ime kamataja kë, I thot ati të pari që kishte shtëpinë e kashtes, hape derën, I thot, ja thot ai se hape se ke pa leje. Ja se kam me leje, kam pa leje, ja prishën atit, ja prishën të parit, ja prishën e dytit atit me që ishte kështu, kurse I treti unë guju mrenë, tha unë nuk e lëshoj këtu ose shko gjaku deri më gjunjë. Nejse, këto do më thënë që lexoni se për të mirën tuaj e keni.